Lavdëroni Zotin, se është i mirë, Halleluja. Kisha ortodokse ka në traditën e saj që mbas një feste zotërore ose mariologjike të kremtoj personin e dytë më të rëndësishëm. Më 25 të marsit, Kishën ortodokse kremton, siç edhe e kremtuam, evangelizmojnë ose ungjillizimin e ylincës nga kryengjëlli Gabriel. Në datën 26 Kisha mblidhet në nderim dhe kujtim të kryengjëllit Gabriel. Prandaj edhe biseda e sotme do jetë në lidhje me kryengjëllin Gabriel, por në përgjithësi në lidhje me ëngjët, çfarë janë ata, roli i tyre dhe ndihma që ata na japin neve njerëzve. Le të flasim për kryengjëllin Gabriel, i cili është një nga 7 kryengjëjt që rin përpara fronit të Perëndis, bashkë me kryengjëllin Mikael, Rafael, Uriel, Salathiel, Igudiel, Barakiel. Pra janë 7 kryengjëj të cilët njihen edhe në shkrimin e shenjtë sipas emrave të tyre. Kryengjëlli Gabriel përkthehet trim i Perëndis, pra në shqip, dhe ai na shfaqet sidomos në Dhjetën e vjetër, e kemi tek profeti Daniel, kur kryengjëlli u dërgua nga Perëndia që t'i zbuloj vegimet Danielit. Dhe lexojmë pak nga profecia e Danielit për të kuptuar se pamja e kryengjëllit Gabriel ishte një pamje mallështore dhe e frikshme. Tani ndërsa unë Danieli kisha parasysh vegimin dhe përpiqesha të kuptoja, ja ku pori para me dikush që ka pamje burri. Dëgjova pastaj në mes të lumit u laj zërin e një burri që përtiste dhe thoshte: Gabriel, shpjegoj këtë vegim. Ai u afrua vendit ku ndodhesha unë dhe kur arrita, unë pata frikë dhe rash me fytyrë. Por ai më tha: kuptoj mirë o biri i njeriut se ky vegim ka të bëjë me kohën e fundit. Ndërsa ai fliste me mua, u rash në një gjumë të rënd, me fytyrë për tokë, por ai më preku dhe më bëri të ngrihem në këmbë në vendin ku ndodhesha. Dhe ja unë do t'rregoj ato që ka përndodhur në kohën e fundit të injinjatës, sepse ka të bëjë me kohën e caktuar të fundit. Pra, kjo gjendet tek profeti Daniel për na treguar, siç thash, mallështinë e kryenjit Gabriel, që ka një mallështi të perëndishme, pra të dhënë nga Perëndia, dhe reflekton dritën e pakrijuar të Perëndis, lavdinë dhe mallështinë e Zotit, dhe ka shërbimin e mesazherit që t'i japi lajmin e Perëndis, por dhe interpretimin e fjalëve mistike të Perëndis, të profecive të Perëndis, dhe kur profeti Daniel e pa, ai pra ra përmbys për treguar se pamja e kryenjit Gabriel, por dhe lavdia e tij ishte mbi natyrore. Përsëri tek profeti Daniel na flitet për pamjen e kryenjit Gabriel dhe interpretimin që ai bënte profecive mistike për ardhjen e Mesias. E kemi pastaj edhe tek ungjilli sipas Lukait, ku na flitet për pamjen e kryenjit Gabriel dhe shfaqjen e tij në fillim fare tek profeti Zaharia. Profeti Zaharia ishte prift ose kryeprift i cili po kryente shërbesën priftërore të djegjes së Temjanit përpara Perëndis, dhe aty shfaqet kryenjëlli. Profeti Zaharia u trondit dhe zuri frika, paniku mu themi. Por ëngjëlli tha: mos u tram Zaharia, sepse lutja jote u plotësua dhe gruaja jote Elisabet do të lindë një djalë, cilin do ta vësh emrin Joan. Dhe kur profeti Zaharia ishte duke dialoguar me kryenjëllin, duke menduar se mos ishte ndoshta një kurth i të ligut, atëre shikojmë që kryenjëlli u përgjigj: unë jam Gabrieli, që ri pranë Perëndis dhe më kanë dërguar të flas me ty dhe të njoftoj këto lajme të mira. Pastaj e qorton dhe Zaharia duke i thënë: ti do mbetesh i pagoj derisa të plotësohet profecia që ti do bëhesh baba, pra në një moshë të thyer, dhe kur gruaja e tij Elisabeta ishte shterp. Dhe
Këtë qortim e mori profeti Izaria sepse nuk i besoi fjalëve të kryengjëllit Gabriel. Por në muajin e 6 të shtatzanisë Elisabetës, kryengjëlli Gabriel, siç na thuhet tek Ungjilli sipas Lukait, u dërgua nga Perëndia në një qytet të Galileas që quhej Nazaret, te një virgjëresh që ishte fejuar me një njeri që quhej Josif nga shtëpia e Davidit. Dhe emri i virgjëres ishte Miriam. Dhe ëngjëlli hyri tek ajo e tha: "Gëzoj i plotë, Zoti është me ty, ti je bekuar ndër gratë." Pra, shikojmë tani që kryengjëlli Gabriel, i cili tek profeti Daniel, tek kryeprifti Zaria u shfaq me madhështi, tek Virgjëresha Mari ai pati një përqasje krendryshe. Pati një përqasje me respekt, me nderim ndaj Virgjëreshës Mari, edhe pse ishte kryengjëll, dhe i thot atë përshëndetje të pazakontë: "Gëzo o irplote, Zoti është bashkë me ty." Sepse ai ishte dërguar nga Perëndia te krijesa më e përsosur që kishte krijuar Perëndia dhe ishte në tokë, te Virgjëresha Mari, e cila sipas hirit Perëndis dhe përpjekjeve të saj, ajo ishte mbushur me hir. Pra kishte arritur atë pastërtinë ekstreme, aq sa mund të arrijë një krijesë, dhe ishte mbushur me hirin e Perëndis dhe ishte përgatitur për të bërë tempulli i gjallë i Zotit ose nëna e Zotit. Dhe prandaj dhe kisha mblidhet në datën 26 të marsit për të kujtuar rolin e kryengjëllit Gabriel në misterin më të madh se si biri dhe fjala e Perëndis bëhet bir njeriu që është nisja e shpëtimit ton. Prandaj edhe sot, siç thash, biseda do jetë në këtë temë. Sipas etrëve të kishës dhe shkrimtarëve të hershëm të krishterimit, roli i kryengjëllit Gabriel në ungjillizimin e Virgjëreshës Mari ka kuptim më të thellë shpirtëror dhe simbolik, jo thjesht si një mesaxher që sjell lajmet e Zotit. Fjala ëngjëll, që i përshtatet fuqirave të patrupa dhe me inteligjencë, ka kuptimin e lajmëtarit. Por kryengjëlli Gabriel, i cili është kryengjëll, pra si një general i fuqirëve ëngjëllore, në misionin që u dërgua te Virgjëresha Mari, nuk ishte thjesht një lajmëtar, thjesht ai vetëm të jepte lajmin se Perëndia kishte zgjedhur Virgjëreshën Mari për të bërë nëna e Zotit. Por siç theksojnë etrit, ai zbulon një mister të madh, mishërimin e birit dhe fjalës Perëndis. Dhe kur Virgjëresha Mari pranoi të gjithë atë çfarë Zoti i afroi dhe kryengjëlli Gabriel u përpoq t'ia zbulonte aq sa mundej, atëre Virgjëresha Mari tha: "Po, shërbëtorja e Zotit bë sipas fjalës sate", dhe në atë moment fillon mishërimi i Zotit. Pra, sipas etrëve, kryengjëlli Gabriel është pjesë e planit hyjnor për shpëtimin e njerëzimit. Ai vepron me përulësi si shërbëtori i Zotit dhe jo thjesht si një mesaxher i thjesht. Disa ajete si Shëni Irineu i Lionit e lidhin ungjillizimin me kundërvendin ndaj mëkatit të parë. Pra, ashtu si në Eden, Eusfori shkoi dhe tundoi Evën duke e shtrëmbëruar porosinë e Zotit që mos hani nga pema e të mirës dhe të keqes, kur Eusfori tek gjarpri i tha Evës që po të hani ju nuk do vdisni, po do bëni si Perëndia, dhe Eva, siç dim, e pranoi ofertën dinake të Eusforit ose të gjarprit, dhe aty erdhi dhe gjithë ajo tragjedia e racës njerëzore, largimi nga Edeni, dhe erdhi vetë vdekja shpirtërore dhe trupore, që e trashëgojmë dhe sot e kësaj dite për shkak të mëkatit të gjyshor, kurse po po një kryengjëll, por jo i rënë, siç ishte Eusfori, por kryengjëlli besnik i Perëndis, kryengjëlli Gabriel, u dërgua tek Virgjëresha Mari si një Eva e re për të dhënë atë vullnetin hyjnor, që ajo do të mbetet shtatzan nga hijesimi i Shpirtit Shenjtë dhe do të lindë një bir që do të quhet biri i shumë të lartit dhe do t'i vjet emrit Jesu, që do të thotë Zoti shpëton. Dhe kur Virgjëresha Mari i
thot kryengjilit si do ndodh kjo se unë burr nuk njoh. Pra, kryengjili përpiqet ta interpretoj, ta shpjegoj, ta katekizoj Virgjëreshën Mari, duke thënë që Shpirti i Shenjtë do të vijë mbi ty e do të hijesoj, prandaj që do të lind prej te do të jetë biri i shumë të lartit Perëndi. Pra, ai nuk është thjesht një mesaxher i thjesht, por është dhe një frymëzim, një nxitje që i bëri Virgjëreshës Mari që ajo ta pranonte ofertën e Zotit, sepse Virgjëresha Mari ishte e lirë që thoshte edhe jo. Por ajo kur pranoi edhe interpretimin ose nxitjen që bëri kryengjilli Gabriel dhe duke besuar në fjalët e tij dhe në mrekullinë që kishte bërë Zoti tek kushërira e saj Elisabeta, që edhe pse ishte shterp, ai kishte mbetur shtatzan me burrin e saj Zarian dhe ishte në muajin e 6, atëre Virgjëresha Mari pranon ofertën e Zotit dhe pranon të bëhet nëna e Zotit, duke bërë të mundur mishërimin e birë dhe fjalës Perëndis. Përshëndetja që i bën kryengjilit Gabriel Virgjëresë Mari gëzojë plote ka një kuptim të thellë. Duhet dim se është e kundërta e hidhërimit që dha Eva. Eva, duke dëgjuar eosforin, solli hidhërimin tek vetja dhe tek burri dhe gjithë raca njerëzore. Por tashmë kryengjilit Gabriel shkon i thot Virgjëreshës, gëzo, pra ti i ajo që jo vetëm të gëzohesh me veten tënde, sepse je një shpirt i pastër dhe i mbushur me hir, por ti do gëzosh gjithë botën, sepse Perëndia në birën e vet do bëhet njeri dhe do heqi mallkimin e Adamit, hidhërimin e Evës, vdekjen e shpirtit dhe trupit dhe do sjellë bekimin, shpëtimin dhe ngjalljen. Prandaj i thot gëzo o hirplote. Gëzimi është një nga virtutet e Shpirtit Shenjtë dhe ky virtut u dha njerëzimit nga Krishti, por kjo bë mundur nëpërmjet Virgjëreshës Zonjashë Mari, e cila si qenie njerëzore ishte e para që mori këtë gëzim, që nuk është gëzim njerëzor, por është gëzim hyjnor që vjen nga Zoti. Pra, si pasetërve të kishës, roli i kryengjilit në ungjillizim është shumë më i madh se ai një mesaxher i tham, ai shpallës i fillimit të shpëtimit, dëshmimtar i misterit të Perëndis, që biri dhe fjala e Perëndis u bë mish, që e bëri të mundur këtë duke respektuar lirinë njerëzore, pra përgjigjen e Virgjëreshës Mari. Himnologjia e kishës është shumë e pasur dhe aty na thot se si kryengjilit Gabriel po shikonte me sytë e tij angjëllor se si fjala zbriti nga qejt, uli qejt dhe shkoi brenda mitrës së Virgjëreshës Mari dhe ai shikonte Virgjëreshën Mari, mitrën e saj, veten e saj si një fron hyjnor, si një tempull i gjallë dhe nuk më mbetet gjë tjetër të them, vetëm gëzojë plote, Zoti është bashkë me ty. Pra, ky është roli i kryengjilit Gabriel që ne e nderojmë në kishë dhe e kujtojmë në kishë, sidomos edhe në këtë datë në 26 të marsit, por edhe në datën 8 nëntor, ku kujtojmë të gjithë fuqirat qiellore, shpirtërore dhe kryengjilit Mikael dhe Gabriel së bashku. Por le të flasim tashmë edhe për rolin që kanë ëngjëjt në përgjithësi. Ëngjëjt janë krijesa të Perëndis, janë krijesa me shpirt, pa trup ose me trup eterik, ajror, janë krijesa me inteligjencë, vullnet të lirë, me fuqi binatyrore dhe ato kanë si detyrë të adhurojnë ose kanë një shërbim që nuk e bëjnë me detyrim, e bëjnë me dëshirë, të adhurojnë Zotin, të shërbejnë vullnetit hyjnor, të kujdesen edhe për krijimin fizik, botën dhe gjithë universin në mënyrë të veçantë për natyrën njerëzore që është krijuar sipas ikonës së Perëndis. Besohet sipas dëshmive, por dhe katekizmit të kishës ortodokse që mbështet në shkrimin e shenjtë dhe në jetët e shenjtorëve se çdo njeri ka një ëngjëll lojtar. Jo çdo njeri që vjen, që lind, por ai që pagëzohet në emërtatit Birit dhe Shpirtit Shenjtë, rilind nga mitra e kishës, bëhet një fëmijë adaptuar i Zotit, një vëlla dhe motër e Krishtit, atëre Perëndia dërgon ëngjëllin e lojtar si një bodyguard që i ri afër këtij të krishteri, që nga dita e pagëzimit deri në ditën e vdekjes dhe
largohet nga ai mbas 40 ditësh që ka vdekur. Pra kur jepet gjykimi i Perëndis. Kjo është një ndihmë shumë e madhe që kemi ne të krishterët, që kemi një angjëll lojtar që na ruan dhe ai ka si detyrë të ndihmojë çdo besimtar dhe duke dalluar të mirën nga e keqja, ata ndihmojnë që neve të shmangemi të keqes dhe na nxisin drejt të mirës, na nxisin për lutje, na nxisin për vepra të mira, na nxisin për pendim kur bëjmë mëkat ose na ndalojnë për të bërë mëkat, dhe këtë bëjnë duke respektuar lirinë tonë. Asnjëherë ata nuk na imponohen, por na nxisin, na frymëzojnë, ashtu si dhe ne mund t'i flasim dikujt për të mirë ose e qortojmë brenda lirisë, pa bërë dhumë psikologjike ose fizike. Kështu bëjnë edhe angjëllit, sidomos dhe angjëlli rojtar. Ata, pra angjëjt, janë mbrojtësit tanë, sepse Perëndia me fuqinë binatërore që i ka dhënë, i dërgon që të na ruajnë nga shumë rreziqe. Këto janë rreziqe shpirtërore, rreziqe fizike, materiale ose natyrore, të cilat janë të shpeshta në këtë botë konfliktuale që erdhi pas mëkatit stërgjyshor. Dhe ata kanë si detyrë që jo vetëm të adhurojnë Perëndin, por të luten edhe për neve. Do me thënë, na nxisin në lutje, luten bashkë me ne dhe lutjen tonë e çojnë tek Perëndia. Dhe Perëndia, duke dëgjuar lutjen tonë së bashku me lutjen e angjëllit, e pranon këtë lutje dhe na dërgon ndihmën hyjnore që përsëri na vjen nëpërmjet angjëve. Tham që kemi një angjëll lojtar, një angjëll personal i cili qëndron afër. Kjo është arsyeja që në kishën tonë ortodokse kemi dhe një lutje të veçantë për angjëllin lojtar, e kemi tek shërbesa e pasdarkës, kur kemi atë angjëlli lojtar, dhe është një lutje shumë e bukur që e ka formuluar kisha, që është mirë që të gjithë krishterët duhet ta dinë dhe ta thonë. Por le të flasim dhe diçka tjetër, që çfarë do ndodhi me angjëllit kur të vijë Krishti për herë të dytë. Neve presim ardhjen e Zotit. Ardhja e Zotit për herë të dytë nuk dohet si ardhja e parë, që ishte e fshehtë, mistike, e përulur, por ardhja e dytë e Krishtit do të jetë një ardhje e lavdishme, ardhje përfundimtare, ardhje për gjykim. Dhe Krishti do vi me lavdinë e Atit bashkë me gjithë fuqirat angjëllore që do zbresin nga qielli në tokë dhe do vim për gjykim. Gjyqin do ta bëjë Zoti Jezu Krisht, sepse siç thuhet në Ungjillin sipas Johanit, Ati nuk gjykon asnjë, gjithë gjyqin ia dha Birit, sepse është bir njeriu, që ashtu si nderojnë Atin të nderojnë edhe Birin. Por në këtë gjyq do jenë prezent edhe angjëjt, të cilët do zbatojnë urdhrat e Krishtit dhe do ndajnë të mirët nga të këqijt. Angjëjt do dërgohen në katër anët e botës, do mbledhin besimtarët dhe do bëhet takimi i tyre bashkë me Zotin ajër, por angjëjt do jenë dhe ata që do drejtojnë shpirtrat dhe trupat e ngjallur në parajs, por do çojnë edhe shpirtrat dhe trupat e dënuarve në ferr. Pra zbatojnë urdhëresat e Perëndis. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse angjëjt janë, si thash, shërbëtorë të Zotit, po janë edhe ndihmëtarët tanë, por janë ata që zbatojnë urdhat e Perëndis. Pra nuk bëjnë diçka nga vetja e tyre, por zbatojnë urdhrat e Zotit. Dhe ata do luten për neve dhe do kërkojnë mëshirë, siç do e kërkojnë edhe hyjlincja dhe të gjithë, si them, ata që janë të shpëtuar. Prandaj është shumë e rëndësishme nderimi që ne u bëjmë angjëve, sidomos angjëjve lojtar, dhe ndihma atyre është jashtëzakonisht e madhe gjatë gjithë jetës, po sidomos kur na del shpirti. Perëndia ka caktuar që kryeangjëlli Mikael, që është kryeangjëlli i ushtrive qiellore, të jetë ai që merr shpirtrat e të krishterëve ortodoks bashkë me angjëjt e tjerë. Shumë besimtar, kur janë gati për të dhënë shpirt, ju shfaqen angjëjt që vinë dhe i largojnë frikën e vdekjes ose largojnë demonët dhe i mbrojnë këto shpirtra për t'i çuar tek Zoti. Dhe i shoqërojnë këto shpirtra deri në gjykimin përfundimtar. Por dhe themi dhe diçka tjetër. Në ardhjen e dytë të Krishtit do ndodhi diçka e pazakontë.
Pra, natyra njerëzore që do jetë e shpëtuar dhe e lavdëruar në Krishtin, do jetë një natyrë më e lavdëruar se ëngjëjt dhe fuqirat shpirtërore. Pse do të thotë kjo? Sepse në Krishtin çdo njeri bëhet një fëmijë i adaptuar i Perëndis, bëhet një Krisht, bëhet i ngjashëm me Zotin. Dhe patjetër që kjo ngjashmëri me Zotin nuk është tek ëngjëjt. Vetë Krishti, si birë dhe fjalë e Perëndis, u mishërua me natyrë njerëzore, nuk mori far ëngjëlli, por mori far Abrahami, thotë Shën Pavli, te letra drejtuar Romakëve, kështu që ai Krishti e ngriti natyrën njerëzore shumë lart sa e uli në fronin e Perëndis. Në fronin e Perëndis nuk mund të ulen ëngjëjt, sepse janë frymra meshtare, janë shërbëtor. Kurse natyra njerëzore në Krishtin u në fronin e Perëndis. Çfarë thot tek zbulesa? Ai që lufton dhe fiton, do të ulet me mua në fronin tim, thot Krishti, pra do të bëhet si them vllai im, i ngjashëm me mua, siç luftova dhe fitova dhe ula thot në fronin e Atit. Pra shikoni sa lart ngrihet natyra njerëzore. Bëhet e perëndishme, bëhemi hyni sipas hirit. Kjo nuk doll në ëngjëjt, ata janë të shenjtë, por nuk janë si neve që arrim në ngjashmëri me Zotin dhe kjo ngjashmëri nuk ka fund asnjëherë. Prandaj në krijesën e re që do vendosi Perëndia në ardhjen e restaurimit të gjithë botës dhe veçanërisht të natyrës njerëzore, atëherë natyra njerëzore do hynizohet. Dhe këtë shikojmë te Virgjëresha Mari, ku kisha këndon, ti je më nderuar se keruvimet, më lavdëruar pa krahasim se serafimet, që pa u cënuar lindë fjalën Perëndi, me të vërtetë y lindse ty të madhërojmë. Por kjo ngritje e njeriu nuk do të jetë një ngritje egoiste, arrogante, do të jetë një ngritje e përulur. Do të dimë se në mbretërinë e Zotit nuk ka probleme që kemi këtu në tokë, që dikush që është lart i shikon njerëzit që janë poshtë me krenari dhe ata poshtë i shikojnë me servilizëm. Atje nuk ka tilla gjëra, ai që është lart ndihet i përulur dhe ai që është poshtë gëzohet për atë që është lart. Ëngjëjt nuk kanë xhelozi për ne, siç kishte Osfori, por ëngjëjt duke mbushur me shpirtin e shenjtë kanë atë vullnet hynor, siç Ati do që njeriu, që edhe pse u krijuai fundin nga Perëndia, nga krijesat, dhe u mashtrua nga djalli, prap njeriu u krijua sipas ikonës Perëndis me potencialin për të bërë ngjashëm. Të kështu ëngjëjt e pranojnë këtë vullnet hynor dhe janë gëzohen kur njeriu jo vetëm shpëtohet në Krishtin, por dhe shenjtërohet dhe hynizohet. Dhe shikojmë këtë edhe në jetën e shenjtorëve, ku shenjtorët kaluan në botën tjetër dhe u shfaqen, ata shfaqen të shoqëruar nga ëngjëjt, ku ëngjëjt, si them, ju shërbejnë dhe ju bindën shenjtorëve, sepse kjo është vullneti hynor dhe te çdo shenjtor është ikona e Krishtit. Por thash, kjo asnjëherë nuk bëhet në formë egoiste ose arrogante, por në frymë për ulësie. Dhe këtë presim, por Apostulli Pavli na thotë një gjë tjetër, që natyra njerëzore do gjykojë dhe ëngjëjt. Është diçka që e lexojmë në Shkrimin e Shenjtë tek letra drejtuar Korintasve, do të gjykojmë ëngjëjt. Fjala do gjykojmë ëngjëjt do të flitet për ëngjëjt e rënë, për Eusforin dhe gjithë demonët. Në këtë botë që jemi, në këtë kohë të shkurtër relative për secili prej nesh, demonët na sulmojnë, demonët na tallin, demonët na përqeshin, demonët na mundojnë, por do vi një ditë që ne do të lirohemi nga kjo botë, do fitojmë lirinë në Zotin, do fitojmë atë pagabushmërinë dhe pastaj do kthehet e kundërta. Neve në Krishtin të shpërtuar dhe të lavdëruar do gjykojmë demonët. Do dënojmë demonët sipas vullnetit hynor. Prandaj thot edhe Apostulli Pavli, ne do gjykojmë dhe ëngjëjt. E ka fjalën për ëngjëjt e rënë, që i ka gjykuar Zoti, por edhe ne të bashkuar me Zotin do jemi në njëjtin mendim dhe do shikojmë dënimin dhe ndëshkimin e përjetshëm që do ketë Eusfori, Satanai në ferr bashkë me gjithë rrjeshtat e demonëve. Prandaj thot ne do gjykojmë dhe ëngjëjt. Dhe Apostulli Pavli e thot këtë për të nxitur të krishterët, kur juve do gjykoni dhe ëngjëjt, si nuk merrni vesh me njëri tjetrin dhe nuk zgjidhni problemet njerëzore, por shkoni në përgjykata ose zjeni, pra thot ju jeni kaq të lartë dhe bini kaq poshtë. E fundit që mund të themi është që ëngjëjt nuk adhurohen, ëngjëjt nderohen, adhurimi i takon vetëm Perëndis triadik, kurse nderimi i takon ëngjëjve si shërbëtor të Zotit, si besnik të Zotit, si ata që na ndihmojnë, na mbrojnë,
lutem për ne, na shërben. Prandaj adhurimi ndaj ëngjëve është diçka e gabuar, e ndaluar dhe duhet pasur shumë kujdes, sepse disa njerëz nga padia mashtrohen dhe adhurojnë ëngjëjt duke menduar se janë lidhur me perëndira, hynira, dhe këtu po flasim për ëngjëjt e rënë. Apostulli Pavli thotë që edhe djalli shfaqet si ëngjël drite. Prandaj kisha bën shumë kujdes dhe nxit besimtarët që ëngjëjt duhen nderuar, por nderohen vetëm ëngjëjt e Zotit, ëngjëjt besnik, duke u përfaqësuar nga kryengjëjt e Mikael dhe Gabriel. Prandaj gjithmonë në kishën ortodokse tek ikonostasi kemi nga porta e veriut dhe jugut pamjen e kryengjëjt e Mikael dhe Gabriel, dhe gjithë fuqirat angjëllore që shfaqen edhe në të pikturuar në gjithë atë hapësirën e kishës ose kubaturën e kishës, por ëngjëjt nderohen. Prandaj dhe nderohen, siç thash, sipas funksionit që ata kanë. Për shembull, Shën Grigori i Nisës dhe Shën Anastasi shpjegon, ëngjëjt janë të lavdishëm dhe të fuqishëm, por nuk janë hyjni. Nderimi ndaj tyre është dashuri dhe respekt, jo adhurim. Prandaj, ku dëgjoni një vend që dikush u thot unë adhuroj një ëngjël, kam lidhje me një ëngjël dhe ka bërë atë si perëndi, është një mashtrim djallëzor. Madje apostulli Pavli thot, sikur një nga ne, pra një nga apostullt, dhe një nga angjëjt e qiellit sjell një ungjil tjetër, nga ai që ne kemi thënë qoftë anatema, qoftë i mallkuar. Pra, ëngjëjt dëgjojnë kur ato thon fjalën e Krishtit. Prandaj duhet pasur kujdes për dalluar ëngjëllin e Zotit nga ëngjëllin e rem, sepse edhe djalli shfaqet përsëri si ëngjëll dhe ka atë mundësi të ndryshojë pamjen, si ata aktorët që është një njeri si them jo i drejt, por shfaqet në aktrim sikur është një njeri i mirë dhe njerëzit besojnë se ky është i mirë. Ose një njeri i thjesht shfaqet si mbret. Kështu edhe djalli ka formën, ka mundësi të ndryshojë formën. Po nga e dallojmë djallin, kur djalli shfaqet edhe si ëngjëll, por na nxit egoizëm, krenari, konfuzion, frikë, depresion, atëherë nuk është një shfaqje e ëngjëllve të Zotit, është shfaqje e demonëve. Kur shfaqet ëngjëlli i Perëndis, edhe pse janë të mallështor, edhe pse na japin atë frikën e mbi natyrores, prap ata na përçojnë paqen që kanë, paqen e Shpirtit Shenjtë, na përçojnë mirësi, na largojnë frikën dhe na japin mesazhe të qarta që janë mesazhe ungjillore, lajm të mirë, ashtu si dhe kryengjëlli Gabriel ja dha Virgjeshës Mari. Kështu pra, të dashur të krishterë, ne i nderojmë ëngjëjt, jemi mirënjohës atyre, kërkojmë ndërmjetimin e tyre, që nga dita e pagëzimit deri në ditën e vdekjes, dhe do vi një ditë, në qoftë se ne do kemi një vdekje të krishterë, do bashkë mbretërojmë me ëngjëjt në mbretërinë e Zotit, ku edhe ëngjëjt dhe njerëzit do të jenë bashkë në atë që quhet mbretëria e Perëndis, ku do adhurohet përjetësisht Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë me himnin trishenjtor. Shenjt, 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 Zoti Sabaoth, që dhe u shplot me lavdin tënde, Hozana më të larta, i bekuar është ai që vjen në emrin e Zotit. Amin. Love the Lord.